Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Michel Tarrant, theksoi gjatë konferencës për mediat në Evropën Juglindore rëndësinë e gazetarisë, e cila garanton transparencën në shoqëri. Ai deklaroi se komuniteti i medias në Shqipëri është aktiv, teksa shtoi se gazetaria është institucion ku duhet të jepet llogari. Më vjen mirë që shoh një grup pjesëmarrës këtu, gazetar, përfaqësues të shoqërisë civile dhe vendimarrës. Tema e kësaj konference është në kohën e dur, gazetaria është institucion ku duhet të jepet llogari. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja. Ne shohim se sa të përbashkëta janë këto sfida. Rënja e besimit te institucionet, korrupsioni janë pasoja që rëndojnë ndaj nesh. Përpjekjet tona duhet të koordinohen mbi baza demokratike, duhet të mbështesim lirinë e medias, duke përmirësuar kuadrin ligjor, duke nxitur dialogun. Siguria sot nuk është çështje territoresh, por çështje hapësirash. Më lejoni që t'ju tërheq vëmendjen te Shqipëria, janë marrmasa për përmirësimin e punës për gazetarët. Pronësia dhe media, transparenca, detyrimet janë përmirësuar. Komuniteti i medias në Shqipëri është aktiv. Zëri i tyre duhet të dëgjohet dhe ata të angazhohen. Nevojitet për të forcuar transparencën dhe mbrojtjen ligjore. Gazetarët duhet punojnë në kushtet më të larta dhe brenda etikës. Prezenca e OSBE-s do të vazhdojë të punojë më shumë për forcimin e rolit të gazetarëve, tha ambasadori.